Jam një 55 vjeqare, pra vjeqare ka për qëllim, më kanë rënë vetullat. Tani thot s'kam vetulla fare, desha me të pyet thot, a është gjuna me i bot tatu? Se jam shumë e shëmtuar kështu siç jam. Mashallah, Zoti e rujt. Që e kanë nonë që flije, Zoti i dhon shnet edhe ymër. Jo, nonë, nuk lejohet me i bë me tatu, por ti mund t'i mbjellësh. Mund t'i mbjellësh vetullat, absolutisht lejohet, nuk ka asnjë problemi. Ama bërja me tatu është dhe një tjetër, se si ja thonë emrin asaj tjetër, extension. Jo, extension është kur i lidh. Është një lloj tjetër që e bëjnë, duket sikur është vetull tamam, 3D, tatu 3D. Kur e shef duket sikur ka vetulla, më e kap e ke bosh. S'lejohet, nuk lejohet, por mund t'i mbjelli. Mund t'i mbjelli dhe subhanallah. Kam pyetur një herë për këtë gjë, edhe po më thoshte dikush që merret në këtë fushë, thot merren qimet e zakonshme të njerëzit edhe i mbjellin. Mirë, po çfarë ndodh? Fjet e zakonshme rriten. Apo jo? Dhe ky është problem, me të rrit vetullat, me të bë vetullat si flokët. Thojte, subhanallah, me kalimin e kohës, duke i prerë vazhdimisht, ato pastaj fillojnë edhe morin natyrën e vendit ku janë mbjell. Domethënë nuk rriten më, fillojnë edhe morin atë tabiatin e vendit. E kundërta me vetullat e zakonshme. Vetullat e zakonshme, po ti ngacmosh, ti presësh, fillojnë dhe bëhen si flokët mësnaj. Sa herë qet kokën do të ja futë edhe vetullave.